Mirë, mama, sonte kemi të ftuar kryetarin e komunës së Lipjanit, zoti Imri Ahmeti, dhe sekretarin e përgjithshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Faleminderit për ftesën. Cilat janë projektet kryesore që keni realizuar gjatë këtij mandati? Natyrisht qendra kryesore e mjekësisë familjare Lipjan tani është duke ndërtuar. E kemi pajisë me automjete të reja të ndihmës parë shtëpinë e shtetit. Ku ja hoqëm? Ku ke ngecja? Ku ke... Natyrisht fillimi i qendrës së re të kryesisë të mjekësisë familjare në Lipjan. Me trafikun, ç'është gjendja, sepse komuna Lipjanit, në qoftë se s'jam gabim, numëron më së shumti fshatra në përbërjen e saj. Sepse nëse në një objekt banesor vinë 80 banor, 80 familje, për që jetu 80 banesa të shqitura, natyrisht ata duhet me pos hapësirën gjelbusët, me pos parkingun, me pos kontinerora për fëmijë. Vonë ty veç po ta mundësej ka ligjë në spitale kështë marru. Po në fakt besoj po. Nëse do të ishte mundur ligjërisht kjo punë, dhe nëse do të vinim në një situatë të nevojës së tillë, Lipjani në të ardhmen mund ta përballoj financiarisht ndërtimin e spitalit të tillë. Dhe qeveria nuk është përgjegjës asnjëherë kërkesave të Asociacionit të Komunave të Kosovës, dhe kjo është kaj penalizon shumë komunat, sepse merrem me për shembull nëse Lipjan diku rreth 6 milionë euro kem kostën buxhetore për këtë kontratë kolektive. Unë mendoj që provdulla dhe një pjesë tjetër fare nuk kanë arsye për të reaguar kështu si fare kanë reaguar.